Përshëndetjen e dytë, unë e kam për familjen Koleci. Ju uroj trashëgimimin për djalin dhe dasma e gëzime në familjen Koleci. Përshëndetjen e tretë, unë e kam për familjen Kita. Ju uroj trashëgime për vajzën edhe miqësi pa ndame në familjen Koleci. Përshëndetjen e fundit e kam për gjithë juve dhe uroj që t'jeni vetëm gëzime dhe dasma edhe të merrni me orkestrën. Veç në ditë. Nëse ka mundësi, se kjo ishte shakare, me një kontonë. Nëse ka mundësi, unë do të ftoj këtu pranë meje zotin e shtëpisë, zotin Fatmir Koleci. Do të ftoj këtu pranë meje. Uroj trashëguar djalin, edhe vetëm dasma e gëzime gjithmonë. Edhe desha të pyes si ndihesh sonte kur i shikon të gjitha njerëz në këtë gëzim kaq të bukur për djalin. Ndjem shumë mirë, sepse të gjithë miqësia, shoqëria, miq, dashamirë më kanë respektuar. Dhe them që ndjem shumë mirë. Unë uroj trashëguar djalin. Edhe të paske një të mirë, se nuk paske as emocione, e trishke rrafet për shjetë. Jam i këtë kërë. Të uroj vetëm dasma e gëzime, sonte që ta marrim vesh edhe çifti, unë jem surprizë nga motrat e Gentit, bashkë me Niprit edhe Mbeset. Mund nga ndjerë që të kënoshta vetëm atë këngë sot marton motra një vëlla. Unë i thash si të vi, unë nuk do të më mikon, po dhe më një adhe të so po të marrë lekët kotë. Për ju më goja. Kështu që tani, do t'ju ftoj kush ka dëshirë një faj mesa qifti kryesisht, edhe kush ka dëshirë një bashkon kësaj valje, edhe shkojmë me muzikën usta. Sot marton motra një vëlla, edhe na. Ju të